A ka efekte anësore kështu si... Jo, efekte anësore nuk ka, përveç atë cilat i ceka po, gurnët e idhtën, kush merr antikoagulant, edhe kush ka ulqer aktive të lukthit, nëse ka aktive për shembull në formën ty gjakdherë se diçka, ata pacienta nuk duhet ta konsumojnë. A është prej atyre produkteve që ka një afat caktuar sa mund ta përdorim e duhet pauzojmë apo mund të jetë pjesë e rutinës tonë? Kjo është lloj ushqimi, domethënë nëse bëhet pjesë e rutinës ushqimore është edhe më mirë. Kurkumini ky produkt është edhe i përshtatshëm për pacientat të cilat kanë edhe diabet, sepse nuk ka sheqer edhe nuk e rrit nivelin e sheqerit në gjak. Për të parë efektet e para duhet të shkojnë disa ditë. Jo vetëm te kurkumi, por te gjitha suplementet e ndryshme rekomandohet së paku 3 muaj. Bile shumë suplemente në treg i kemi nëse në formë kapsulare, nga 100 kapsula i përmbajnë, që të jenë për një kohë pak më të gjatë që të shifen efektet më mirë. Për shembull, ai mundet klienti ta përdorë edhe 6 muaj nëse i ka mundësit. Edhe nëse e shef efektet, dikot ja rekomandon dikujt një produkt kur ai nuk është i kënaqur, po shpesh herë rastet pacientët i shohin sidomos të moshuarit efektet e tyre, atëherë ata bëjnë porosin tjetër ose shkojnë e marrin produktin ose barin tjetër.